dashuria që flet në heshtje. Blero romantik surprizon Eronitën në dhomën e gjumit me një gjest që po prek zemrat e të gjithëve. Pas një dasme që bëri buj dhe pushtoi rrjetet sociale, Blero dhe Eronita duket se po shijojnë çdo sekond të jetës së tyre si çifti martuar. Historia e tyre e dashurisë, e kurorzuar vetëm pak ditë më parë, vazhdon të na dhurojë momente të ëmbla, plot ndjeshmëri dhe romantizëm. Çifti po kalon ditët më të bukura pranë njëri tjetrit, larg zhurmës, por jo larg vëmendjes së publikut. E pikërisht një detaj i vogël, por shumë domethënës, ka bërë që ndjekësit të shpërthejnë në komente pozitive. Ka qenë vetë Eronita ajo që, përmes një postimi të thjeshtë, por shumë emocional, ka zbuluar një moment intim nga jeta e tyre private. Në dhomën e gjumit, Blero i ka bërë një befasi të ëmbël bashkëshortes së tij, duke i servirur një pjatë me fruta, një gjest i vogël në pamje të parë, por që flet shumë për kujdesin, dashurinë dhe përkushtimin e këngëtarit ndaj saj. Ky veprim romantik ka ngjallur menjëherë reagime, sidomos në kontekstin e thashethemeve që po qarkullojnë prej kohësh. Kujtojmë se Eronita është përfolur se ndodhet në pritje të ëmbël dhe se shumë shpejt çifti mund të bëhet prindër për herë të parë. Edhe pse ende pa një konfirmim zyrtar, çdo detaj i tillë po shihet nga fansat si një shenjë e bukur kujdesi dhe dashurie. Blero, i njohur jo vetëm për muzikën, por edhe për shpirtin e tij romantik, duket se po e jeton këtë kapitull të jetës me shumë ndjenjë. Ndërsa Eronita rrezaton qetësi dhe lumturi, duke dëshmuar se është në duar të sigurta. Një histori dashurie që sapo ka nisur dhe që premton shumë emocione të bukura në vazhdim.